në studio përsëri bashkë nderuar shikues, do të nis tani bisedën me kreun e PDU-s zotin Shpëtim Idrizi, i cili sapo ka mbritur në studio. Zoti Idrizi, mirë se vjen, faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit. Sot një javë nga heshtja zgjedhore, le të themi kështu, pra për rreth një javë drejt zgjedhjeve, si ka shkuar fushata deri tani, dhe është kjo e tanishmja periudha e sulmit për ju? Po, sigurisht që çdo fushat ka timing në vetë, dhe tani është, dhe themi, momenti, do thoja, më i rëndësishëm dhe më decisiv i fushatës, pra gjithat punë që kemi bërë gjatë gjithë kohës së fushatës, tash ne duhet ta konkretizojmë, le të themi, edhe të bëhemi gati për ditën e zgjedhjeve, e cila është një ditë e ngarkuar, por edhe ditë shumë e rëndësishme për shqiptarët. Realisht, kjo ka qenë një fushat ndryshe nga gjithë fushatët e tjera, edhe për mënyrën se si erdhën, edhe për shkak të një shpikje të re që bën nga listat hapura, u mbyllën pothuajse 90% listave, dhe unë jam listë hapur edhe i them gjithmonë që kemi patricët në listë mbyllur dhe ne plebejt në listë hapur, por realisht ka qenë një fushat shumë e veçantë, shumë interesante, janë fokusuar si çdo herë tjetër në terren tek njerëzit për takuar sa më shumë. Por edhe për ju personalisht ka ndryshuar diçka kjo fushat, apo jo? Sigurisht, atë po them që përveç sistemit. Pra, me që jam të plebejt, jo ke ata që janë kavaleshencë, më shdesh që t'jem në kontakt vazhdueshëm me qytetarët, në çdo cep të Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë, edhe, me thënë drejtën, kam bërë mirë. Kam bërë mirë në kuptimin e kontakteve me njerëz që shumë herë ne mundohemi që të gjejmë ca zgjidhje ex cathedra. Pra, shumë herë edhe në studiot televizive, apo edhe në politikë, ndihet gjithmonë një, le të themi, një mungesë shprese, apo problemet mëdha që ne i hasim, i dim dhe ne dhe shqiptarët me ekonominë, varfërinë, emigracionin, shpopullimin e Shqipërisë, por realisht ti takon njerëz të zakonshëm, të cilët janë për mua herojtë e këtij vendi, pa e tepruar nuk e teproj kur them kështu. Njerëz të cilët punojnë çdo ditë, janë kreativ, kanë shpresë se ky vend bëhet, se ky vend i ka potenciale dhe realisht i ka gjitha potenciale, dhe kam kuptuar që ne kemi shumë nevojë për këto modele pozitive, le të themi. Të njerëzve që punojnë çdo ditë, që njerëz të cilët kanë aftësi, kanë njohuri, dhe kanë mbështetur zhvillimin e tyre dhe familjeve të tyre pikërisht tek puna. Tani, zoti Idrizi, për të mos rënë përsëritje lista e hapur apo lista e mbyllur, gjithsesi të qenit në listë të hapur, dhe kjo fushat ndryshe me elementet që ju thatë, ju ka bërë që më tepër të trembeni paksa, pra sa afër dhe larg atij mandati që kërkoni, apo ju ka motivuar më shumë në këto takime dhe sa e vështirë është kërkosh vota dhe për të bërë një numër të caktuar votash, që është i konsiderueshëm? Padyshim që ka qenë një zgjidhje që çdo ditë që kalon, mendoj që jam i bindur që është zgjidhje e duhur. Tani, ne politikanët, le të themi, apo partitë politike dalin para shqiptarëve një herë në 4 vjet, është dita e tyre. Dhe sigurisht që është normale, është një raport më i drejtë me qytetarët që ti të dalësh në listë hapur, pra kush më shumë se kryetarët e partive politike, nuk e kam bërë në këtë kod zgjedhor, nuk e kam dhënë në këtë dagorësi, po e përsëris prapë që ishte për mua një gabim taktik i opozitës që e pranoi këtë gjë, sepse u prishën koalicionet, ju kujtohet, dhe kushtetuta, më falni, dhe që mos mundsoheshin koalicionet, u prish kushtetuta sepse na thanë që do hapen listat, në 2021 ne arritëm prapë me pjesën e mbetur që të akomodoheshim e gjitha si opozit, kurse me këtë tonë ndryshimet e fundit, sigurisht që u vështirësua, le të themi, dhe një opozit më e madhe e akomoduar kështu. Pra, mbyllja e listave për mua është gaf e Partisë Demokratike, sepse do të akseleronte shumë më tepër fuqi dhe energji të gjithë faktorëve relevant. Dhe këtë ju e keni shprehur vazhdimisht, apo jo? E kam shprehur, e shpreh që ndroj çdo ditë. Nga Partia Demokratike çfarë ju thuhet për këtë? Sigurisht që dëgjoj, disi është puna, në çdo ndryshim të kodit zgjedhor nuk na ka pyet njëri, po dy partitë të mëdha janë mbledh duke marrë shumë herë dhe avantazh, le të themi, në tavolinë. Pra, në raport me partitë e vogla. Dalja në listë hapur ishte një domosdoshmëri, do thoja, për PDU-n, sepse kjo ishte vetëm mundësi që ne të mobilizonim jo vetëm mbështetësit tanë në gjithë Shqipërinë, sepse imagjinoni që ose kryetari do ishte në listë mbyllur, do thoni që të nderuar antarë dhe simpatizantë të PDU-s
kryetari e gjeti vendin e punës për 4 vjet të ardhshëm. Pra do të ishte të kushtet e një komoditeti të madh, patjetër. Mund të ishte komoditet për mua, po do ishte një disaster, do të thoja, sepse nuk do mobilizohet dot të gjithë mbështetësit që jo vetëm në Tiranë ne pretendojmë dhe kjo ka qenë një arsye e dytë pse unë dola në listë hapur, sepse kështu ne kemi mundësi që t'i shtojmë mandatet tona. Pra, ne kemi një mandat të sigurt në Tiranë, prania kryetare të partisë dhe unë e njoh shumë mirë Tiranën, është fushata e 9 që bëjnë në Tiranë, direkt vetë i përfshirë që nga viti 2005, dhe ishte vetëm mundësi që ne të kishim dhe të kërkonim një mandat të dytë në Tiranë. Gjithmonë kemi pas 10.000 dhe mbi 10.000 votat, edhe kësaj radhe nuk do të bim në këtë numër, por ne jemi shumë afër, jam besim plot madje, edhe në Durrës, edhe në Vlorë, edhe në Fier, edhe në Elbasan. Pra, kjo ka sjell gjën e duhur që ne të jemi në terren dhe të mobilizojë gjithë Partia për Drejtësinë. Zoti Idrizi, ju jeni në terren, jeni me takime shumë të shpeshta, intensive, në çdo cep të Shqipërisë, nuk e di ditët e fundit ku kanë qenë, edhe pse e kemi ndjekur zhvillimet, por gjithsesi nga ka qenë takimi i fundit, dita e fundit, dje. Dje kam qenë Kavaj. Kavaj, Rrogozhin. Sigurisht që tani do përqendrohem pak më shumë në Tiranë, sepse është java e fundit ku unë jam direkt në garë, dhe ajo që më bën përshtypje pavarësisht prapë kam bërë takime me njerëz pafund. Sa e ndjeni ju mbështetjen? Absolutisht më shumë se çdo herë tjetër. E them me shumë sinqeritet këtë gjë. Sepse edhe herë tjetër, dalja e kryetarit të partisë në listë të hapur, sigurisht që ka sjellë një mobilizim shumë të madh tek njerëzit, tek mbështetësit tanë, por edhe një lloj pozitiviteti që unë e shoh tek qytetarët, sepse jam nga të paktit apo nga të rrallët kryetar partisë që ka dalë në listë të hapur. Dhe sigurisht që kjo më ka dhënë mundësinë dhe kam bërë shumë mirë. Takoj me 10 njerëz në ditë. Madje nëse do ta shihni për herë të parë jam munduar që të jem edhe larg ekraneve, pra jo thjesht në daljet po pse kjo zgjedhje? Zakonisht për fushat elektorale kjo duket si element kundërt, por në fakt është ndihmues. Por për shkak të eksperiencës dhe të natyrës së këtyre zgjedhjeve dhe të listave, se thash na thanë që do hapën u mbyllën në 90% të saj, dhe sigurisht që PDU është një parti e njohur, pra ka 15 vjet parti parlamentare. Unë u bëra gjatë, le të themi, në politikën shqiptare, edhe nuk duhet nxitohem, po sigurisht që e ndjej këtë kohën e gjatë që kemi në politikë, dhe e gjitha kjo ka bërë që të ndryshoj përqasin. Pra, nuk garon më PDU-ja. Gjose do të garon të Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, në një pjesë e Aleancës për Shqipërinë madhështore, dhe gjithë është fokusuar tashmë tek emrat konkret. Patjetër. Duke qëndruar pak tek emri juaj, pa dashur t'ju ndërpres, ju jeni bindur dhe i sigurt që mandatin tuaj do ta merrni, zoti Idrizi, dhe jo për të bërë parashikime në këtë studio, por nëse nuk do të ndodhte kështu, ju keni një eksperiencë të gjatë, jeni një politikan me përvojë dhe i rëndësishëm, si do ta përjetonit? Për mua është shumë e rëndësishme, ja u them edhe simpatizantë dhe mbështetësve tanë. Padyshim që është shumë e rëndësishëm që PDU-ja të ketë 2 mandate dhe 3 mandate të ketë zë akoma shumë në Parlamentin e Shqipërisë. Sprova ime, le të themi, ishte pikërisht për këtë gjë, për të arritur këtë gjë. Por e rëndësishme për mua është që të marrim numrin e votave për ta kaluar një mandat. Pra, ne të jemi që me dignitet në këtë garë, PDU-ja në Tiranë dhe në çështjet e tjera ka vota më shumë se një mandat, pastaj nuk varet nga ne. Pra varet nga performanca e gjithë koalicionit që ne jemi. Në fakt, unë kam qenë për i kohë gjatë në Parlamentin e Shqipërisë. Më mungon parlamenti fillimeve të mia 2005, 2009, 2013, pastaj çik më vonë parlamenti nuk kishte më vendi i ca burrave edhe zonjave të urtë dhe të matëruar që bënim debat për ekonominë, për taksat, për varfrinë, për shpopullimin, etj. Pra thënë kjo që kur mori pushtetin në Rama ka ndryshuar? Jo, nuk po them këtë gjë, po flas për parlamentin si institucion, ku prevalonte fatkeqësisht bullizimi i kundërshtarit, dehumanizomi i kundërshtarit, demonizimi i kundërshtarit dhe një lloj polarizimi, themi, politikës shqiptare, dhe kishte shumë pak vend, le të themi, për bërë politikë.
Unë nuk mendoj që parlamenti është shumë i rëndësishëm, padyshim. Dhe prandaj po e bëjmë edhe gjithë këtë betejë. Por unë kam qenë jashtë parlamentit 2017-2021, që ju kujtohet, dhe kjo nuk më kam penguar që të vazhdoj të jem përkundër, kam qenë edhe më i lirë. Kështu që është rëndësishme, janë të rëndësishme numrat, është rëndësishme prania jonë në parlamentin e Shqipërisë, por nuk mendoj që është qameti as për mua. Pra do vazhdoj të krye të njëjtat funksione. Besoj që, për shembull, ju do më thrisi prapë në emision, edhe po si isha deputet, besoj. Pa diskutim. Nuk ju ka munguar, si ftesa në... Pikërisht këtë desha të. Zotit Rizi, ju i ndihni. Pastaj, ka dhe gjë tjetër. Ky është rast dhe unë mendoj që gjithë kryetarët e partive duhet dilin në listë të hapur, edhe po që puna se vritesh, burri vritet në luftë edhe jo në kavaleshencë. Qartë. Për gjatë fushatës ju keni ndjekur edhe sondazhet, pa diskutim, sondazhe që kanë qenë disa të tillë. Si del për ju në këto sondazhe me leximin tuaj dhe me ato që ju shihni për ditë në terren dhe sa besueshmëri krijojnë tek ju sondazhet? Thash, kemi një mënyrë tjetër matjes, sepse duke qenë pjesë e aleancës opozitare, sigurisht që ne përfshihemi, le të themi, në perceptimin publik të sondazheve brenda aleancës. Për sa i përket asaj që ne shohim terren, ja u thash që është fushata e 9, pra 9 fushata që u bë direkt që nga viti 2005 në Tiranë. Kjo do thotë që ti arrin të detektosh mbështetjen që ka pas, se sa ajo është konsistente dhe kush janë faktorët e ri që edhe këtu unë jam, me thënë drejtën, jo optimist, po jam i bindur që ne do të marrim një rezultat shumë të mirë. Për sa i përket sondazheve, sigurisht që ka padyshim, nuk dua tani t'i marr të gjitha me radhë, por dallohet një spin para një lloj le të themi mbajtje krahu në disa nga këto, sepse për shembull në një sondazh thuaj një parti nga këto ta shoqëruar të reja apo të vogla thotë 2.5% nuk e merr mandatin. Pastaj thotë vitin çik më poshtë një parti tjetër 2% është afër mandatit. Pra ajo që të bën përshtypje është fakti që ka një vot heshtur. Pra në gjitha sondazhet ka një vot të heshtur, pra që nuk shprehen, e cila është në nivelin 20-25%. Pra nëse diferencat janë 4, 5, 6, ka një vot heshtur e cila është shumë e madhe. Ka një vot e cila për herë të parë është vota e diasporës, e cila edhe ajo duket si lëvizje tektonike për aq sa unë nuhas ndjej perceptoj për shkak të eksperiencës. Dhe të dyja këto element janë për të parë. Nga krau tjetër, edhe të coptimi opozitës, që nuk është mirë. Pra, krimi i partive të reja padyshim që ne kemi nevojë për partit të reja për një pluralizëm më të madh në politikën shqiptare, por nga krau tjetër jemi dhe në loj numrash. Pra, coptimi i opozitës është një problem, por kam përshtypjen që ka filluar të jetë probleme edhe për Partinë Socialiste. Okej. Partitë e vogla nuk është se janë lënë jashtë vëmendjes këto kohë, madje edhe në ligjërimin politik përgjatë fushatës elektorale. Kam parasysh këtu edhe vëmendjen që ka kushtuar kryeministri Rama me batutat ndryshme, me deklaratat ndryshme ndaj partive të vogla. Si shihni në këto zgjedhje dhe vetë deklaratat e Ramës për to? Koncepti partije vogël, partije madhe, në fakt kam thënë gjithmonë të përsëris pra. Shumë herë ne shohim në terren. Shkojmë i takojmë njerëz dhe i themi shiko, po djua është një parti e cila e shef Shqipërinë si mundësi dhe si shpresë. Dhe ne jemi një vend që ne ka dhënë Zoti gjitha të mirat. Të gjitha kushtet, gjitha resurset, pozicionin gjeografik, e tjerë, njerëz të mrekullueshëm. Pra, ne shohim Shqipërinë si një mundësi të madhe zhvillimi me gjithë elementet e saj që ka të bëjë që nga ekonomia, përfshirja e diasporës, patriotizmi modern si angazhim, një ekonomi që prodhon e tjerë. Dhe shumë herë jemi para pyetjes, le të jemi të drejt për drejt, po mirë, na fut dot në punë? Jo, nuk kemi mundësi që të punësojmë. Pastaj, po mirë, kanë problem me legalizimin. Na e zgjidh? Na e zgjidh dot, apo çështje të tjera.
Edhe sigurisht që të gjitha këto janë një prerogativ e një shteti që nuk funksionon. Sepse në punë duhet futesh për shkak të meritës dhe jo për shkak se je i afiluar me një parti apo një parti tjetër. Që njerëzit që qytetarët të marrin shërbimet e legalizimit, ndihmës ekonomike, etj. Është ne paguajmë taksa për këtë. Pra ata janë funksionar publik. Për shembull, shumë herë shoh në ligjërim, do t'i përgjigj, shoh në ligjërim thonë pushteti i këtij apo i tij. Jemi gabim, nuk ka pushtet në demokraci. Pushtet ka, që ta mbaroj, pushtet ka në sistemet autoritare. Pra, pushteti i diktaturës proletariatit, pushteti i popullit. Sot, në demokraci, ka vetëm shërbëtor publik. E thënë kështu, në qoftë se edhe juni, si da pa dyshim, në qoftë se do kisha mundësi që të punësoje 192.000 veta, që ka shteti shqiptar, dhe të kishe një buxhet për 8.2 miliard eurosh bashkë me tjere që nuk po i përmend, jam i bindur që nesër do t'i fitoni zgjedhjet. Sepse, nëse ke 192.000 veta në punë, me 4 veta më shpiu bëre parti e madhe. Pra po të vit i çike nocione. Partitë duhet dallohen për programet, për vizionin, çka kanë bërë dhe apo çka s'kan bërë dhe çfarë mendojnë ata që të bëjnë në 4 vitet e ardhshme. Së fundmi. Nuk e ka pasur në ditët e para të fushatës, po as llogaritur jo më herët. Çfarë ka ndodhur? Unë ka pas shumë arsye që u rreshtuam me këtë koalicion, sigurisht edhe si një mundësi të pakta që ne kemi pas. Por mbi të gjitha unë shoh dhe kuptoj çdo ditë në Tiranë nevojën për ndryshim. Shqipëria ka nevojë të ndryshojë, ka nevojë të rifreskojë edhe pushtet, edhe qeverisjen, pse jo edhe klasën politike, por kjo nuk është i prerogativ se mjaftoj që ti je shqipëri. E thënë kështu, ne jemi bashkuar në këtë koalicion dhe për të formuzuar një front madh opozitar. Dhe do ishte e udhës që edhe këto partitë e reja që janë opozitare, për shkak të nevojës për ndryshim, duhet ishim le them në një front përballë një magjorance të stërngarkuar edhe me pushtet, le themi, po edhe me skandalet të njëpasneshme. Dhe sigurisht që sistemi jonë është një sistem shumë i komplikuar, një model spanjoll me 12 qarqe që çse çfarë lidhje ka Shqipëria me Spanjën dhe me Baskët, do të vi ke përgjigja, por që krijon një pabarazi të votës, ndryshimet kushtetuese dhe mënyra dhe kjo me listat e mbyllura e kanë bërë edhe variantin e 2009-s një mutacion të pazakontë dhe për qytetarët. E thënë kështu, tani do të jap përgjigjen, por është në kontekst. E thënë kështu, coptimi i opozitës nuk është gjë e mirë. Por, për ata që një sistemi, që e kupton sistemin, duhet ishte shqetësuar, le themi, edhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, pra për të bërë thirrje votuesve vet. Shqipëria ka nevojë që të ketë parti të reja, ka nevojë që të jetë më plurale, por me sa duket edhe zoti Rama ndjen riskun apo rrezikun, le të themi, të një sistemi të komplikuar në llogaritjen e mandateve. Për shembull, unë pash këtë notës. Partia Socialiste në Tiranë ka 18 mandate sot në 2021. 50%, po ndërkohë projeksioni ishte 18 në 19 mandate. Pra këtu ka një gjë që nuk shkon në logjikën e numrave. Sigurisht përfshirë dhe 25% të cilët janë vote eshtur dhe me probabilitet që t'jenë votë për opozitën. Dhe sigurisht që kjo mund të sjellë në të papritura, le të themi, pra në konfigurime ndryshe nga ata që kanë menduar edhe që kanë spinuar këtë sistem. E qartë. Shumë gjatë për të mbritur deri tek përgjigja, gjithsesi pa problem, sepse keni kohën tuaj për të folur zoti Idrizi, ndoshta edhe ju duhet, sepse është një ndër daljet e fundit dhe sigurisht në fushatë elektorale çdo deklarate juaj mund të ndikojë dhe ndikon në mbështetësit tuaj. Teksa ishin tek partitë e vogla, kam parasysh një deklaratë vetë zotit Lapaj, një prej kryetarëve të partive të vogla, apo Shqipëria bëhet, i cili tha në këtë fushatë elektorale vetëm 3 po ndihen. Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe ata, pra Shqipëria bëhet. Asnjë tjetër nuk po bën fushatë. Një komendoja për këtë. Tani, unë besoj që jemi një javë para zgjedhjeve dhe do ma kursejnë komente, mund të kem koment për çdo gjë. Edhe për zotin Lapi dhe për çdo nga këto që ju uroj që të kenë sukses.
realisht për mua është rëndësishme që të theksoj atë që ka pëdiuja po bën në këtë fushat. Edhe aty ku e nisa në fillim që kontakti me njerëzit më ka bërë që ta shoh një realitet jo më thjesht pesimist, të njerëzve që janë depresiv nga politika, por njerëz të cilët punojnë për ditë dhe e shohin Shqipërinë dhe mundësinë si shpresë. Dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, aty ku është fokusuar në pikat e saj, nuk është fokusuar thjesht në problemet që ne i shohim, por ne jemi fokusuar tek potencialet e mëdha që ka ky vend për të zhvilluar. Kur flasim për shembull për ekonominë, jo sot, po, unë kam qenë relevant Parlamentin e Shqipërisë sa herë që është diskutuar për buxhetin, apo për qëndrimet për ekonominë, ne besojmë forcisht dhe e shohim që ne nuk mund të kemi dot një ekonomi e cila varet nga remitancat dhe nga importi, por duhet kemi një ekonomi e cila apo nga konsumi, por një ekonomi e cila duhet varet nga prodhimi. Ne nuk mund të eksportojmë motra dhe vëllezër dhe ata na sjellin 1 miliard euro dhe ne këto nuk investojmë, po shkojmë të riblejmë ushqime, fruta, perime, zarzavate në një vend që ka i potencial jashtëzakonshëm. Pra, ne duhet ta kthejmë mungesën apo varësinë nga importi dhe nga produktet ushqimore të cilat vijnë nga jashtë, ne do ta kthejmë në një vetë mjaftueshmëri dhe një pavarësi ekonomike të Shqipërisë, duke ju kthyer prodhimit. Që t'i kthemi prodhimit, ne kemi nevojë për njerëz. Por ne i kemi sot një administratë super të fryrë. Jemi 2.4 milion shqiptarë, kemi 192.000 veta në shtet. Do mjaftonin bashkë me një Albanian, po t'jap disa nga zgjidhjet, dhe shteti shqiptar duhet kishte vetëm 50.000 të punësuar. Që do thotë, ne na mungojnë njerëz që punojnë dhe e kanë përsëritur edhe herë tjetër. Mbani dhe jepni rrogën në kryeministri, po venit punojnë në bujqësi. Sepse ne jemi vend që kemi 1 milion të punësuar dhe kemi 800.000 pensionistë. Dhe që ne të arrijmë që t'japim pensione reale, jo me lojën e kungulleshkës, unë 200, 1, 300 e 1, 400 euro, por ne duhet kemi njerëz që punojnë realisht dhe krijojnë vlerë shtuar. Shqiptarët kanë nevojë për politika nxitse që t'i kthejnë prodhimit. Diasporën ne nuk e shohim thjesht dhe vetëm si njerëz që janë larguar për këtë pamundësi, po si një potencial të madh që ne të kemi një Shqipëri e cila prodhon, e cila investon, të krijojmë hapësira për ta, të ruajmë atyre gjuhën shqipe, identitetin dhe të organizojnë aty ku janë. Dhe këto janë ato për cilët po diuja vazhdon dhe është çdo ditë në kontakt me njerëzit dhe e shef këtë vend që ky vend jo vetëm që ka shpresë, po ka potenciale të jashtëzakonshme që ne i tregojmë për ditë njerëz suksesshëm. Edhe këtu nëpër media, më pak politikanë dhe më shumë shqiptar, biznesmen, njerëz të suksesshëm, të cilët duhet bëhen model për këtë. Okej, gjithsesi unë përballë kam një politikan tani dhe do ta pyes për fushatën që mbetet në këtë ditë, dakor, patjetër, po për të shtuar pak hilaritet. Ditët e fundit ato do të përqendroheni në Tiranë. Nga ajo çka keni parë, zoti Idrizi, sa gatishmëri ka për të votuar? Se dua ta lakoj pak edhe këtë pjesën e pjesëmarrjes, se një element kyç që shohim ditën e procesit të zgjedhjeve është edhe sa përqind po votojnë, kur është shpresa që do të rritet kjo përqindje. Ju e shihni një gatishmëri për të votuar, sepse ka dhe nga ata që janë të pakënaqur nga kjo qeveri, që nuk i besojnë opozitës apo askujt çfarë mund të shohin dhe nuk votojnë. Është kështu si perceptim. Po. Ajo që unë shoh qartësisht është nevoja për një ndryshim radikal në qeverisje, në politikën shqiptare, edhe tjetër duke përsërit që politika është shërbim publik. Pra, ne kemi për detyrë që t'japim zgjidhje nëpërmjet debatit, nëpërmjet programeve, nëpërmjet ekipeve, nëpërmjet përballjeve në studiot televizive politikanë. Debati ka munguar. Po pikërisht se ka një arsye që mungon, se këtu do të dalë, deri këtu jemi detektues. Ju do të ishit gatshëm për debat për shkak? Padyshim. Me kë? Me kë do të dëshironit një debat? Shiko, unë e kam filluar karrierën time politike me debate politike. Vitet 2005, 2009, 2013, që të thashë na mungojnë dhe jam gati të bëj debat me këdo për ekonominë, për shumë çështje për diasporën, ku ne jemi vetë nga parti që kemi një program real se si të bashkojmë dy palë Shqipërisë, apo për shumë çështje të tjera. Më falni.
Pra nevoja për ndryshim edhe pakënaqësi është shumë e madhe. Ne e shohim këtë përdit. Dhe ju sapo e thatë, prandaj rash dakord si perceptim. Por një ndër angazhimet kur ne themi si PDU për patriotizmin modern, ka të bëjë pikërisht me nxitjen e angazhimit qytetar. Pra nuk mjafton vetëm kritikosh dhe pastaj si qytetar të rish pasiv. Ne jemi dhe po afrojmë dhe po i themi çdo ditë shqiptarë, jo, mos rrini larg nga politika, mos rrini larg nga vendimarrja. Dhe vendimarrja e çdo qytetarit është me 11 maj. Ajo është dita e tyre, dita e pushtetit të tyre. Pastaj ja delegojnë për 4 vjet tjera. Pra unë i nxis të kuptojnë që pasiviteti atë ditë nuk është gjë e dur, nuk është angazhim qytetar, dhe pastaj nuk votojmë apo bëjmë votimin e gabuar dhe pastaj të nesmen e zgjedhë dhe themi prapësi e zgjodhëm këtë qeveri, pse i zgjodhëm këto. Angazhimi qytetar është shumë i rëndësishëm. Njerëzit duhet përfshihen të angazhuar, nuk mjafton vetëm të kritikosh dhe këtë ne kemi quajtur patriotizmin modern. Pra, marrja pjesë e qytetarëve në vendimarrje, referendumet, marrja pjesë në zgjedhje dhe unë i ftoj gjithë qytetarët që mos ta humbi këtë mundësi, është dita e tyre. Ju ku do t'jeni në Tiranë në këtë ditë dhe si e keni konceptuar takimin e fundit elektoral që bëm dhe mbylljen e fushatës e më pas për të ndjekur procesin e zgjedhjeve? Sigurisht që këto janë pjesë e strategjisë elektorale, thash ne jemi në ditët e fundit, le të themi, të fushatës, kjo javë është shumë e rëndësishme. Është javë shumë e rëndësishme për të arritur të konsolidojmë gjithë ata që kemi bërë gjatë muajve të fushatës dhe sigurisht ka një pjesë të strukture cilët do të bëhet gati për pikërisht për ditën e zgjedhjeve që ka të bëjë me çorën e njerëzve për votim apo marrja pjesë në sistemin e numërimit dhe të vëzhgimit të votave. Pra janë ditë shumë intensive. Unë bëj takime pafund. Tani do iki prej këtu në një takim me rinin. Por ajo që duhet të theksoj prapë, qytetar është dita juaj. Duhet shkojnë të votojnë. Vota atë ditë vlen për 4 vjet. Mos u ankoni nga politika nëse nuk përfshiheni në politikë, mos u ankoni nga ajo që ka ndodhur në Shqipëri nëse nuk keni përveç pasivitetit, përveç kritikës, angazhim qytetar. Ne kemi nevojë që të kemi angazhim qytetar dhe qytetarët të jenë pjesëmarrës. Pra ne e shohim Shqipërinë dhe çdo ditë shqiptarët që kanë një potencial të jashtëzakonshëm. Zoti Idrisi, një pyetje për kurreshtje. Por ky vend duhet i kthehet punës. Një pyetje për kurreshtje, sepse kur jemi në fushatë elektorale, ndoshta edhe më herët, sepse fushata nis shpejt, ka deklarata nga më të ndryshmet, qoftë kjo edhe për të përthithur vëmendjen e qytetarëve apo ata që ju dëshironi t'ju votojmë. Pyetja ime ka të bëjë me sa koherent ndjeni ju në deklaratat tuaja të gjithmonshme, çdo ditë që kalon ndjeni se i qëndroni asaj që thoni gjithmonë, raport me rezultatin, me pritshmëritë në këto zgjedhje, si dukeni se i afroheni apo i largoheni deklaratave tuaja mbi rezultatin? Ke parasysh zgjedhën zgjedhor, po më përgjithësi. Zgjedhor, me idenë që do ta marrim atë mandat apo 2-3. Besoj që në 20 vjet që jam në politikë aktive, kam qenë gjithmonë i kujdesshëm me deklaratat e mia. S'kam thonë asnjëherë që do fitojmë zgjedhje, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Kam qenë shumë i kujdesshëm në radhë parë për pas një raport të drejtpërdrejtë me qytetarët. E kujtojnë dhe e kuptojnë prapë. E dyta, nuk kam pas nevojë që të rris pritshmëritë më shumë, sepse e kuptoj shumë mirë që kjo nuk është gjë e duhur dhe e di shumë mirë për çfarë rrinë në politikën shqiptare. Pra, ne jemi fokusuar tek çështja kombëtare, ke identiteti, sepse besojmë fort që dy gjëra njeriu nuk i zgjedh dot. Atë dheun edhe familjen. Atë dheun dhe familjen ne nuk i zgjedhim, por ata janë përkatësi. Pra, unë jam shqiptar, jam Shpëtim Idrisi dhe jam fokusuar gjithmonë tek identiteti, përkatësia, si mundësi e madhe solidariteti dhe organizimi shoqëror, politik e tjerë e tjerë. Sepse besoj fort që atë dheu dhe familja, që ti nuk i zgjedh, ke vetëm një detyrë për ta. Ti mbahesh me dinjitet dhe të punosh për forcimin e tyre. E thënë kështu, jo vetëm që jam munduar dhe ja kam qenë koherent gjatë gjithë atyre që unë kam thënë që duhet bërë, po sigurisht kemi marrë ndoshta edhe më shumë përsipër, sepse kuptojmë shumë mirë që ngritja e kauzave është shumë e rëndësishme. Pastaj janë dy partitë të mëdha që kanë votuar shqiptarët, që kanë pas në dorë për të shtyrë
më shumë apo më pak këto kasa. Këto po bëjmë dhe tani. Kur kam folë para 15 vjetëve për diasporën dhe nevojën që ta shohim diasporën jo thjesht dhe vetëm si përfitues të 1 miliard eurove që ata sillnin çdo ditë. Apo që ti themi, dikush thot, hajde votoni ju tani, që të rrahun, që të mund këtë që kam krah. Dikush tjetër thot që hajde votoni ju se do hyj Shqipëria në Europë, po ata 90% e tyre në Europë janë. Por si një potencial i madh që dy Shqipëritë që ne kemi krijuar përveç ndarjeve, të kenë mundësi të kenë një sinqeri të madhe, ne do marrim nisma dhe në Parlamentin e Shqipërisë për shembull për mbrojtjen e gjuhës shqipe. E kanë shumë vende. Ka nevojë që gjuha shqipe si element përbashkues të jetë e mbrojtur nga gjithë nga lloj-lloj njerëzish tipash apo të standardizohet në atë që është gjuha shqipe zyrtare. Ne do marrim nismën që çdo shqiptar me origjinë shqiptare marrë pasaportën shqiptare. E kam përsërit po në këtë studio. Shifni Italinë. Çdo italian me origjinë italiane, me origjinë, me breza, ka drejt marrë pasaportën italiane. Kroacia, Hungaria ka me deri në 3 breza. Dhe imagjinoni një shqiptari të madhe me 7 milion shqiptarë, siç na thonë. Imagjinoni që shteti shqiptar nuk do t'i marrë vetëm parat atyre, po do t'i kthejë në investime, dhe që shteti shqiptar do të hapja për ata shkollat shqipe aty ku janë, të ruaj trashëgiminë, identitetin, të organizojë dhe i bëj forcë madhe e organizuar atje, se kërkojmë nga gjithë bota investitor, por brezi 2, brezi 3 të tyre, jo në që kanë mundësit financiare, por sot, po bëjnë diferencën, po marrë Mira Muradin, apo shumë të tjerë, të cilët kanë një eksperiencë shumë të madhe bashkëore, që mund të shërbejnë shumë mirë Shqipërisë. Por ajo që duhet theksojë është, shqiptarët duhet i kthehen punës dhe prodhimit. Të rrisin vetëm mjaftueshmërinë, mos mbahet ekonomia shqiptare vetëm nga importet dhe të paktën fillojmë të prodhojmë për industrinë ushqimore, se pastaj ma hëngër kokën të më pyet për lapen e këta tjerët, edhe partitë e vogla, partitë e mëdha, dhe kështu që po mundohem unë tani. Duke shtjelluar çdo pyetje, përgjigjen për ta marrë dy fjalë. Po mirë, dakord, po unë dua pak më koncize. Mirë, unë jam te pyetja fundit tani, dhe duke qenë se ju i thatë premtimet tuaja se çfarë do të bëj PD-ja për mëtej, këtu lidhet edhe pyetja ime e fundit. Do doja të lutem gjatë kësaj fushate elektorale të lutem koncize, cilat janë 3 premtime që nuk mbajnë të Edi Ramës, teksa i thot, pra duken të fryera, duken të egzageruara, të paralizueshme, dhe 3 premtime të Berishës që duken të tilla. Për tuajat nuk po ju pyes sepse sapo i thatë, që mbajnë gjithsesi. Që të pambajtura për ata. Jo, që nuk mund të mbahen, që ju duken të egzageruara, por që thuhen në kuadër të fushatës elektorale. Të lutem shkurt, ose. Është diferenca madhe ndërmjet opozitës, e cila ka një program të mirëmenduar, realist edhe për ekonominë, edhe për taksat, edhe për të rinjë se si t'i mbajmë në Shqipëri, dhe ka një mungesë të theksuar programesh, iniciativesh nga qeveria, nga majoranca, e cila prandaj për të shohësh më shumë kemi një stigmatizim të kundërshtarit, bufi, këneta, lloj-lloj historish, të cilët, me thënë drejtën, më bëjmë përshtypje sepse dhe i herë po e theksoj që është serioze fushata dhe është seriozitet raporti jonë në raport me qytetarët që ata të kenë mundësi që të zgjedhin. Nuk mbajmë mend me gjë të madhe, me thënë drejtën, nga çka ka premtuar Partia Socialiste, sepse nuk është premtim që do bëjmë rrugë. Janë kredituar nga qytetarët shqiptarë për të bërë rrugë, gjithë problemi është jo që ne bëm rrugën se kanë bërë me taksat e qytetarëve shqiptar, po si e kanë bërë rrugën, po për shembull brenda profesionit po them që se kam kuptuar për shembull atë paqen fiskale për shembull. Është një term që megjithëse marr shumë vite, nuk e kam has as në terminologjinë fiskale, pra është diçka ndërmjet amnistisë, diçka ndër faljes e tjera. Për shembull këtë kam totalisht të paqartë se çka kanë dashur të thonë, ndoshta edhe nuk e kanë shpjeguar shumë mirë. Nga opozita, pra nga... Çfarë ka bërë përshtypje dua? Më ka bërë përshtypje që programi është realist dhe ka një program. Pra, në pjesën më të madhe të tyre kanë implementuar dhe ata çka ne mendojmë,
por dhe për shtresat sociale. Mirë, nuk është se ka vërejtje, s'pas ka vërejtje për premtime që duken të fryra dhe që thuhet paktën në 100 ditët e para do realizohen nëse ndodh rotacioni, nuk është se... T'jem shumë i sinqert. Shoh me shumë vëmendje premtimet që kanë të bëjnë me ekonominë. Dhe sidomos me nevojën që ka Shqipëria të ndryshojë modelin ekonomik drejt një ekonomie që prodhon të paktën për të ngrënë vetë. Pra, ne jemi një ekonomi, po në fund fare një fjali kam. Shiko, edhe politika është prej ekonomisë. Dhe ajo që kam parë është vetëm për ekonominë flitët më pak dhe për faktin që ne nuk mund të jemi një vend që importojmë 1.4 miliard në vit ushqime, speca, domate, zarzavate, një vend të mrekullueshëm dhe të bekuar. Nuk mund të jemi një vend që thjesht konsumojmë, sepse kemi 5 miliard importet dhe 2 miliard eksportet. Kjo është njësoj sikur ta kesh rrogën 2 lek edhe të importosh 5 lek. Pra ka një gjë të madhe që nuk shkon. Kjo është arsye pse ne e kemi të vështirë që t'i japim një pension dinjitoz pensionistëve, sepse për një pension duhet punojnë 3 veta. Duhet punojnë 3 veta. Ne kemi këtë raport 1.1. Pra, hajde të flasim dhe debatojmë për ato që realisht i shqetësojnë qytetarët dhe si zgjidhet. Kungulleshkën e bën gjithë. 200 euro thot njëri, 300 po themun, 400 tjetër. Do besoj që këto janë debatet reale të cilët duhet ta karakterizojnë një fushat elektorale, sepse ne besojmë tek Shqipëria dhe tek shqiptarët. Shqiptarët nuk janë thjesht viktima të historisë. Shqiptarët kanë treguar që janë qëndrestar, kanë treguar që janë mbijetues, le të themi, dhe ka padrejtësitë historike dhe janë njerëzit më vitalë që unë kam njohur. Po e mbyll duke thënë... Po tham një fjali pra tani. Po e mbyll duke thënë vetëm kaq. Shumë herë mundohemi që të bëjmë zgjidhje ex katedra. Një fjali kam e kishëm mbëru. Ex katedra do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu. Kam takuar njerëz par mbrëm, një zonjë që kur e pash nuk mu duk që merrem me atë punë, tha, kam punu 25 vjet në bujqësi. I thash, si, kishe pas sera. Dhe nga ajo unë kam dëgjuar zgjidhjet më të mira se qa duhet bëjë çdo qeveri në mënyrë që Shqipëria të kthehet prodhimit të paktën për të ngrënë. Këto pra janë bashkëbisedime dhe diskutimet që duhet realizuar nga duhet marrë ekstrakti. Kur kam dëgjuar atë zonjën atë ditë që më fliste çuke fara e deri tek shitja, mëson shumë apo jo. Jo, më e kishte bërë programin ajo. Thjesht duhet ta dëgjojmë dhe ta implementojmë. Faleminderit shumë për intervistën, besoj i kënaqur edhe me kohën sepse e morët maksimum kohën tuaj për të shpjeguar e për të folur edhe me publikun tuaj, le të themi kështu. Unë e vlerësoj shumë kohën që më dha dhe ju falenderoj për këtë. Shumë herë humbasim në për shifra dhe të gjëra, po unë shpresoj shumë që 11 maj tjetë dita e ndryshimit dhe dita e shqiptarëve që punojnë me dinjitet edhe me djersën e ballit. Faleminderit shumë. Përfundon këtu intervista me kreun e PDU, zotin Shpëtimi Drizi, mbritëm në fund nderuar shikues për të na ndjekur në ritransmetim sot në mbrëmje pas orës 23. Gjithashtu jemi në rrjetet sociale, jemi në Facebook, në Instagram, në YouTube, gjithashtu me të gjitha intervistat që realizohen, këto edhe të ndërprera dhe të prera në ekstrakte, sikurse mund të na ndiqni në balkanweb.com për të marrë informacionin më të fundit, atu mund të ndiqni edhe çdo informacion tjetër që vjen në të gjitha programet në News 24. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, më do ta kofshim të shtunë e ardhshme.